Gjatë këtyre ditëve, moti ka qenë i trezuar sikudo edhe në Durrës, me shira të rrëmbyra, përmbytje, ulje drastike temperaturësh, era të forta detare me dallgëzime të mëdha që kanë shuar në bllokime të linjave të tragjeteve Durrës-Itali dhe Anasjeldas, si dhe ndalim lundrimesh, me spostime anijesh të Spirancë dhe detyrim për t'i larguar nga bregu e tjerë. Por në intervale kohësh të qeta në qiellin durrësak, përveç rreve dhe rrufeve, ka dhe një fenomen spektakolar që është shfaqur për 2 ditë radhazi mes intervaleve të qetësimit të shirave dhe erave. Nga dritarja ndërtesës së televizionit Adrianet, kemi filmuar dukurinë e shfaqjes për 2 ditë radhazi të këtij fenomeni aq të dashur në popullsi. Ylberi, ditën e parë të premten, kur ora e tij u shfaq në lagjen periferike mbi banesa, ndërsa ditën e shtunë, thuajse në të njëjtën orë, ai u shfaq te afër kampusit universitar. Ishin ylber me spektra të gjerë harqesh dhe ngjyrash. Ylber që të gëzoni shikimin në këtë kohë të vështirë, që të kujtoni përveç lulëzimit pranveror edhe harqet e amfiteatrit të Durrësit, si një kurorëzim i lavdisë së lashtë të qytetit, dhe qëndruan gjatë. Ylberi është një dukuri optike dhe meteorologjike, i cili që paraqitet në atmosferën e tokës pas shiut, kur rrezet e diellit shkëlqejnë në pikat e imta të tij. Ato marrin formën e gjysmërrjethi, në të cilën duket spektri i 7 ngjyrave, i cili nga ana jashtme fillon me ngjyrën e kuqe dhe në brendësi mbaron me ngjyrën vjollës. Ngjyrat e ylberit përbëhen nga vjollës, e kuqe, portokallie, verdhë, jeshile, blu dhe manuçaqe. Pamja më spektakolare e ylberit, si në rastin që po paraqesim në ekranin e Adrianet, ndodh kur gjysma e qiellit është ende errët me shi e re dhe kur vëzhguesi është në një vend me qiell të qartë në drejtim diellit. Rezultati është një ylber i qartë me kontrast me fondin e errët, sikurse ylberi që vizitoi qiellin e qytetit tonë 2 ditë radhazi.